Shkodra po përjeton një zhvillim të dukshëm të turizmit duke tërhequr gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj fal bukurive të saj natyrore dhe trashëgimi i së pasur kulturore. Megjithatë, ky zhvillim kërkon një qasje të kujdesshme dhe të qëndrueshme në mënyrë që të ruhet balanca mes rritjes ekonomike dhe mbrojtjes së mjedisit. Sipas Miriam Dibrës, përgjithëse e Departamentit të Biznes Turizmit në Universitetin Luiç Gurakuçi, interesi për turizmin është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Një pjesë e madhe e vizitorëve tërhiqen nga diversiteti natyror dhe relievi i larmishëm që ofron Shqipëria, veçanërisht zona e Shkodrës. Turizmi bregdetar është ai segmenti më i madh që ka rritje dhe fati i Shqipërisë është fakti që kena një vijë bregdetare të mrekullueshme me dy dete që janë të natyrave të ndryshme, relievi që ato ofrojnë. Është shumë në rritje turizmi kulturor për shkak të rikualifikimit që janë bërë zonave urbane dhe shpalosjes së asaj kulture, aty në traditave, shtimit të eventeve të shumta, jo vetëm gjatë sezoneve kulmor, por edhe gjatë gjithë vitit. Interes ka marrë dhe turizmi malor për faktin sepse kemi akoma një natyrë të virgjër, akoma domethënë kemi investime. Ajo thekson se miratimi i një strategjie afatgjat për zhvillimin e turizmit është një hap i rëndësishëm drejt orientimit të politikave në një drejtim më të qëndrueshëm dhe të mirë organizuar. Një interes shumë të madh ka treguar qeveria për t'i parapri kësaj rritje me politika afatgjata, u miratu strategjia e zhvillimit të turizmit afatgjat në mënyrë qëndrueshme dhe kjo i paraprin e vendos në shina çdo investim që të bëhet në ato drejtime ku mendohet nëpërmjet ekspertizës që ka kërkesë tregu turistik dhe që t'jena më konkurrues. Pozita gjeografike e Shkodrës përbën një avantazh të madh. Qyteti ndodhet pranë liçenit më të madh në Ballkan dhe shumë afër Alpeve shqiptare. Këto kushte krijojnë mundësi të shumta për aktivitete, si ecja në natyrë, ciklizmi dhe turizmi natyror, të cilat kanë ndikim minimal në mjedis.